Profesor, mirë se erdhe, profesor. Një të gëzimin të të pështëhat, edhe shkollos të vjen njëri. Me i gëzim ato, shko me i që ka tjetën të tyre. Me i jep e këti gëzimit të shkallë. Filja një atë dhe është vjetu nuk ka bismë inshallah Allah. Aqe shpëtimi Zotë jo mi imam Hussein dhe shokët e tia, ma kimi Zotë rëndohë bjezi dhe pasus të tia. Kujtost. Mundimit e Hazretit Adem. Si kush ta dije ta kuptoj se në krye, kur Zoti krijoi Hazretin Adem, ky është i pari që ka hequr në botë mundim me hidërime të mëdha dhe që nuk quhet njeri ai që nuk heq në botë mundim dhe hidërim. Pa ardhur Hazreti Adem në këtë botë dhe pa beshur pitkun e mbretërisë dhe të profecisë, ëngjëjt për Ademin folën e tegja lui hifafen jusbidy fiha fali. Thuaj se i madhnushëm i Zot, kur do të krijonte Hazretin Adem urdhroi Azrailin që të marrë nga një dorë dhe në të gjithë viset e kësaj toke jete, e ta mbledh ata në një vend. I madhi Zot i dha urdhër një reje që të derë 40 ditë shimbita dhe reja derdhi 39 ditë ship pareshtur. Azraili ditën e 40 solli nga deti ca pikuj balt e bëri njeri me të gjitha gjymtyrët. Për këtë shkak është e vërtetë se njeriu mban erë sipas tokës që të ketë dhe gëzim sjell hidhërimi. Kur dhe u gatua si brume u bën njeri, hidhërimet u bashkuan me të e u bën gati, këtë shpike të re që kreu i madhi Zot me shumë lloj pikture e mbushi plot. Mbasi i madhi Zot Ademin e krijoi, së gjithash urdhëroi dhe tha: ty dhe gruan tënde ju kam vendosur në parajs dhe ju gëzoj me shumë të mira, veç se ju kam ndaluar nga një pemë që jep ky dru, nga të tjerat jeni të lirë që të hani në parajs. Djalli i madh i mallkuar nga nakari, pse Zoti krijoi Hazretin Adem, kur mori vesh se vendosi në parajs së bashku me të shoqen e tij Havan, kandisi gjarpri në hyrje në barkun e tij. Gjarpri e futi djallin në parajs dhe djalli kandisi Ademin që të largohet nga udha e drejtë. Djalli me ato lajka dhe lëvdata që i bëri Ademit, ai pandeu të vërteta dhe kështu hëngri nga pema e ndaluar. Ai që të merr zemrën dhe të lëvdon, të jesh i sigurt në djallëzi pëson. Dhe ai që të lartëson e të bën timi, djallëzit i ka për veten e tij. Thuhet se si hëngri Ademi me Havan nga ajo pemë e mallkuar, i madhi Zot që të dy i nxori nga parajsa e i dërgoi në këtë botë. I dënoi që nuk qëndrua në porosin që u kish bërë, ran nga nderi dhe u aqveshi petkat, i dërgoi në këtë botë në një vend si të burgosur dhe kështu që të dy mbetën të helmuar. Shërbëtorët e tyre u larguan, pallatet e tyre u prishën dhe mbasi mbetën të zhveshur lakurit vinin nëpër drurët që të merrin flet për të mbuluar. Por drurët largoheshin prej tyre dhe në atë kohë nga i madhi Zot u erdhi një zë kështu: nuk ik pejteje dhe jam i turpëruar për gabimin që bëra. Unë që nuk mbajta fjalën që më kishte dhënë i madhi Zot, kam rënë nga nderi dhe kam mbetur i poshtër sot. Kush i rën ka pas nefsi të tij kështu e dënoa ka i madhi Perëndi. Më në fund që të dy janë mbuluar me flet fiku dhe me urdhrin e Zotit, kur Ademi me Havan u nxorën nga parajsa, një orë mbetën si të shmendur. Njëherë shkonin të djathtë, një herë në të majtë, dhe i luteshin të madhit Zot duke kthyer nga dielli që t'u jap dritë në atë vend të errët që ishin burgosur, se largohej era e freskët e kopshtit me trëndafil. Asnjë ndihmë e shpresë nuk kishin, pa ndonjë përkrahje mbetën jashtë parajsës. Ndaj ju erdhi në gjuhën e tyre fjala: qëndroni pak nga kjo fjalë e bukur që folët. Shpresohet një mirë prej të madhit Zot dhe hidhërimi juaj është shpresë që të kthehet në gëzim. I madhi Zot i tha Xhibrailit: pse u the ato fjalë? Xhibraili u përgjigj: Ademi të kujtoi ty o Zot që s'ke shok në jetë, se ti je si deti pa anë, dhe kur e det bën vale merr Ademin e hedh në një cep që të shpëtojë nga mundimet. Është shpresë se reja e bukur jep një shit ngadalshëm që të vadit kopshtin me trëndafil. Nga i madhi Zot erdhi një zë: unë jam një Zot që bëj mëshirë, po bëj durim o Xhibrail, se për Ademin do të mëshiroj dhe në botë do ta gëzoj dhe fëmijën e tij
në atë jetë do t'i shpëtoj dhe mëkatbërësit do t'i duroj. Shkaku që Ademi u përjashtua nga parajsa të heqë mundime është se njeriu, sapo që u krijua prej balte në botë, nuk ka gëzim pasi i madhi Zot për të besueshmit gëzimin e ka lënë për atë jetë. Ademi vërtet u mundua në këtë botë që të ketë shpëtim e gëzim për nga herë në jetën tjetër. Kush me zemër të do e me gjuhë të shanë, ai ishte i dashur për mik e për xhan, se kur bie në rrezik të merr me të mirë, se lët në rrezik e në errësirë. Në shesh duket i larguar, por në zemër është i afruar. I madhi i Zot, Ademin e vendosi në parajsë dhe i dha urdhër që të mos afrohet te pemë ndaluar, se ajo pemë për të ish hidhërim dhe errësirë. Ademi zjarri dashurisë i dogji zemrën dhe ajo dashuri u shpagua me hidhërime nga shkaku se i pati dashuruar shumë parajsën. Si padije është dashuri e gjorë, padija do prishet pa patur dëshmor. Ka urdhëruar i shenjtëruari Sultan Arifimi, para se të binte Hazreti Adem në botë, djalli i thot Perëndis që të përzihet në dashurinë e Ademit, po Zoti nuk i dha leje. Gjithsa u krijoi Ademi dhe angjëjt ju falën Ademit, djalli nuk dinte gjë. Me ardhjen e Ademit ndriçoi gjithësia se prej këtij Ademi do ngjallej fëmia. I madhi Zot, Ademit i thot se ty të vendosa në parajsë dhe të kam ndaluar që të hedh nga një pemë. Ademi nga ajo fjalë ka bërë lutje duke qarë. I madhi Zot Ademit i dha një nuse të stolisur që ta ketë të tijën. Për nuse në parajsë nuk e i thonë, me këtë nuse do të të kurorëzoj në botë. Këtë nuse ai ta ka të tijën, po Zoti nuses i dha bukurinë. Ademit me Hasanin, gjithë atë gëzim që kishim në fund u duan në hidhrime. Nga parajsa i përzui i madhi Zot që të dy i dërgoi në këtë botë, që të dy kanë hequr shumë mundime në botën e shkret kaq hidhrime. Kur i madhi Zot i nxori nga parajsa i dërgoi në këtë botë, Ademi ka rënë në mes të maleve të Serendipit dhe Havaja në anë të detit në njëshull në detin e Hindit. Sa punë e vështirë kur ndahen dy të dashur, se ata mbetën në mjerime dhe në hidhrime. Të dy kaq shumë qanin sa dhe ëngjëjt 200 vjet kanë derdhur lot. Thonë se Ademi sa herë që kujtonte parajsën bëri si i prishur nga mendja. I madhi Zot, Hazreti Ademi dërgoi Xhebrailin dhe Ademi e pyeti ku ndodhet Havaja. Ky i tha se Havaja gjendet në anë të detit Hijazi dhe për ty qanë natë e ditë. Ademi kur dëgjoi këto fjalë, u bë si i çmendur atë çast ju fal Zotit, duke qarë sa dhe u i tër është dritur. Xhebraili lutet madhit Zot që të mëshiroj Ademin, ta falte dhe Zoti e dëgjoi. Ademit ja fali mëkatin. I madhi Zot për këto 3 gjë e fali Ademin. E para turpin, e dyta të qartë dhe e treta lutjet. Ademi kaq turp kishte patur sa 300 vjet kokën nuk e ngriti për pjet, më të djathtë më të majt nuk ka shikuar, dhe kaq kaqar sa lotët e tij u bën çezma e lumenj. Shpezri dhe gërsirat në vend të ujit pinin lotët, madje thoshin sa uji i shishëm e sa sherbeti ndërtuar mirë. Ademi fjalët e shtazve i zinte si për tallje dhe një ditë i thot të madhit Zot: O Zot, shpeshëria dhe gërsirat me të tallur thonë se lotët e mi janë të shishëm si se sherbeti ndërtuar mirë. I madhi Zot i tha: nga lutjet e shumta që ke bërë me të rrjedhur lotët nga syt, ato lotë janë të vlefshme dhe sherbeti ëmbël e i mirë bëhen. Kush e njeh gurin e vlefshëm nuk e poshtron, lutjet unë i quaj dhurat, më kot nuk shkon. Hazreti Adem tek i madhi Zot lutjet i bënte kësisor: O Zot, përnder të Hazretit Muhamedit dhe të dashurve të tij, më prano lutjet që të bëj. Nganjëherë i madhi Zot i thot Ademit: E ku ti Muhamedin të lutesh për emrin e tij? Ai u përgjigj: Në parajsë pash të shkruar emrin tënd, o Zot, të bashkuar me emrin e Hazretit Muhamed. E nga kjo kuptova se i madhi Zot më të dashur se Hazretin Muhamed nuk ka tjetër, prandaj të lutem për emrin e tij. Shikoni sa ndriçim ka pejgamberi Ahmed Mustafa. Mi pastaj ai do të jetë e nebive të vërtet, drita pushton botën e tërë, shpëtimi ynë është bërë. Thuhet se mbasi i madhi Zot e fali Hazretin Adem që i bashkoi me Havan, ajo mbeti me barë dhe mot për mot bënte nga 2 fëmijë, një djalë e një çuk. Sipas ligjit që kishte vendosur Hazreti Adem, fëmijët e barqeve i martonte me barqet e tjerë, domethënë çukën që lindte në barkun e parë e martonte me djalin që lindte në barkun e 4 ose të 5. Një vajzë që quhesh Iklima, e cila ishte binjakja e Kabilit, sipas ligjit të vendosur, duhej të kurorëzoj me Kabilin, mirë po, ky e refuzoi fjalën e 8.
Hazreti Adem këtë padije vendosi që ta shikoj në gjyqjen e Sheris dhe aty për aty u vendos që binjakin e Kabilit ta marr Habili e binjakin e Habilit Jehudan ta marr Kabili. Kabili nga nakari mendoi të vras Habilin dhe i kliman ta marr vet. Ademi u largua ca ditë për të vizituar Beitul Mykadesna. Kabili nga mosndodhja e tetë gjeti rastin vrau Habil kur po flinte dhe nga që nuk flinte ta mbulonte 40 ditë e ka mbajtur në kuriz. Një ditë pa disa gallof që mbulonin një gar duke hapur grop me këmbë, edhe ky hapi një grop dhe mbuloi Habil. Zilia e prish gjithë këtë jetë, shkaktar mundimesh është Jezik i vet, që bëri dëshmor Imam Huseinin e ndirë mallkime në shpirt pas kurdoherë. Mbasi Hazreti Adem kthye nga vizita, të gjithë djemtë pritën ndërsa mungonte vetëm Habili. Ademi pyeti për të, e djemtë i thanë se ka shumë ditë që ka humbur. Ademi nga ky lajm i djemve u helmua tepër dhe 7 ditë e ka kërkuar. Të 8 ditë me shpirt të coptuara të flerë dhe në përgjum pa ëndër, se Habili është mbuluar në tet, kërkon ndihmën e tetë. Hazreti Adem me atë hidhrim zgjohet nga gjumi dhe tret me zë të lartë. Atë çast mbriti Xhebraili dhe i tha: "Ç'është kjo e qartë?" Ademi tregon ngjarjen dhe pyet: "Ç'u bë Habili?" Xhebraili i tha: "Habili ka vrarë Kabili dhe e shpije në vendin që e kishte mbuluar." Ademi i zbulon varin dhe kur shikon fytyra e qeprishur gjymtyrët bërë cop për cop. Atëherë duke qare, duke lutur thot: "O Zot, Kabili ka bërë krim e ka vrarë Habil, ka hedhur poshtë udhën e vërtetë të drejtë, po jepi dënimin." Nga Zoti i vjen një zë duke thënë se Perëndia gjysmën e dënimit ja la në skëter Kabilit. Tani dijeni o vëllezër se Kabili kështu e dënoi Zoti për atë krim që bëri, pra duke qenë se Hazreti Muhammed është më i pëlqyer nga Ademi e po nga ata kriminal që bën dëshmor djemtë e Hazretit Muhammed, me sa mundime do të dënohen nga Perëndia. Thuhet se ai që bëri dëshmor Imam Huseinin është burgosur në një tabut prej zjarri brenda në skëter, nga era e ligjit del prej tij dhe skëtera heq mundime se vrasja e Imam Huseinit është një nga ngjarjet me nxyrë, se mundimet e Imam Huseinit janë më të mëdha nga ta Ademit. Vërtet se Ademi u nxorr nga parajsa u dërgua në këtë botë, hoq shumë mundime, por Imam Huseini mbet pa trashëguar Mekën dhe Medinën, pa parë Hazretin Muhammed, nga që ju bë mundim në Kerbela. Vërtet se Ademit i vran një djalë, po Imam Huseini në sy i kanë vrarë kaq fëmijë, mundimi i Hazretit Adem nuk zihet asgjë përpara mundimeve të Imam Huseinit, ai që vuri dorë dhe bëri dëshmora të mbret, njerëzia kurrën e kurrës nuk do ta ketë për shpëtim. Mundimet që ka hequr Hazreti Nuh. Një nga ata që ka hequr mundime në këtë botë është Hazreti Nuh, profeti i nderë. Ai ka rritur 900 vjet. I ka duruar të gjitha ato mundime që ka hasur dhe nuk rrinte i qetë pa ftuar njerëzin në bes, pa treguar gjyqjet e të madhit Perëndi. Thuhet se Hazreti Nuh, si to që ishte i dashur i Zotit dhe një mbret i mrekullive të mëdha, rinte kurdoherë në mes të gurve. Xhebraili e nxirte prej gurve të coptuar, i ridhin gjakrat nga trupi dhe ai e shëronte plagët. Por më huprapi thosh popullit e i mësonte fjalët la ilaha illallah, sarojti e ftonte njerëzin drejt mirësive. Njëherë një plak i thot një djali që të mos i bëjë ndonjë gjë të ligë Hazretit Nuh, po djali i bie me gur në dorë dhe e plagos keq sa gjaku i vinte të shurb. Nga i gjak u bën valët e tufanit dhe Hazreti Nuh bëri lutje tek Zoti. Lutja që bëri u pranua e atëherë u bë tufani që ujë mbuloi botën, ku të gjithë kundërshtarët u mbytën vetëm Hazreti Nuh me ata të besuarit e tij. Gjakrat që i rodh Nuhut e bën tufan, ujët kaloi tepër e mbyti dynjan. Të ligjtë u mbytën, të mirët shpëtuan se ata të poshtër Nuhun se dëgjuan. Kush nuk i bindet fjalës së vërtetë, shpirti mundohet atij në të dy jetë. Si merret vesh nga libri Qezail Garaib, në tufanin e Nuhut, Ania e arrin për mbi Kerbela në vendin që quhet Xhabirie dhe qëndroi. Hazreti Nuh mbeti tepër i habitur dhe po mendohej. Atë çasti erdhi një zë prej qiellit që i thoshte: "Këtu është vendi që fëmijë e Hazretit Muhammed do të mbyten në gjak e do të bien dëshmor." Ngjarja e fëmijëve të Hazretit Muhammed janë si ngjarja e anijes së Nuhut. E me të vërtetë ngjarja e Hazretit Nuh dhe anija e tij është si ngjarja që u bë në fushën e Kerbelas. Ata që shpëtuan nga mbytura ishin nga i fis që më vonë rënë dëshmor në Kerbela.
thuhet se Imam Hyseni ka patur një vajzë 7 vjeçe, të cilën kur do shkonte nga Medineja për në qofe, nuk e mori me vete, po e la nën kujdesin e Ymy Selmas. Kur u bë dëshmor Imam Hyseni, një pëllumb u zhyt në atë gjak të mirë të Imam Hysenit dhe andej arriti në pallatin e Ymy Selmas. Dhe me atë gjak spërkati muret. Vajza me të parat pëllumb mori me mend se Imam Hyseni ka rënë dëshmor e Zuti Qaj. Kur e pyetën shkakun e qarjes, ai u përgjigj: "Ky pëllumb është lajmëtar se ata që shpëtuan nga e mbytura në tufanin e Nukut janë te fisi ynë. Ky Hazreti Muhammed, pëllumbi ka lajme nga Qerbelaja." Dhe Ymy Selmaja i thot: "Vërtet, dhe unë kam dëgjuar këtë fjalë nga Hazreti Muhammed se ky natën në gjumë ju bë që kish vajtur në qarkun e Irakut në vendin që quhet Qerbela. Atje i kanë treguar viset që do të bëjë dëshmor Imam Hyseni dhe ka marrë pak dhe të cilën ma ka dhënë mua dhe më ka thënë që ta mbaj brenda në një shishe veçanërisht, më tha, kur do të bëhet dëshmor Imam Hyseni, ai dhe do të bëhet i kuq." Atë çast vanë për të parë shishen dhe me të vërtet dhe u qish brenda që skuqur si gjak dhe nga kjo kuptuan dëshminë e Imam Hysenit dhe me të madh nga shërim zonë të qajnë. Ç'është kjo e keqe, o Zoti, vërtet shpirtrat e profetëve i mundon mirë. Kaq mundim të madh o Zot ju ke bërë, në mundim me gjakra i ngule të tërë, në Qerbela ngul, lule hidhërimit është detur gjaku Imam Hysen të mirit. Mundimet që ka hequr Hazreti Ibrahim. Dhe një nga të dashurit e Zotit që ka hequr mundime dhe hidhërime në këtë jetë është Hazreti Ibrahim, ku kur nuk ka ndenjur i qetë pa hequr të këqija. Më i madh është ai mundim që i bëri Nemruti kur e hodhi në zjarr. Mirë po, të gjithë ato brenga e të këqija që hoqin atë botë, ju shpërblyen në shumë të mira në jetën e pasosur. Hazreti Ibrahim e futën me beglën Sallanxhak, me anën e së cilës të hidhej në zjarr. Ëngjëlli, kur e pa ju lut Zotit që t'i jap lejë ta shpëtoj e të mos digjej në zjarr, i dashur i Zotit që vërteton njohësinë e Perëndis e që falet natë e ditë. Zoti i jep lejë ëngjëllit të reve që vjen tek Hazreti Ibrahim dhe i thot: "Kam ardhur për ndim për të shpëtuar nga mundimet që po bën Nemruti, të shuaj atë zjarr të fortë." Dhe ëngjëlli i dheut i thot: "Sikur të kem lejë nga Zoti, Nemrutin me fisin e tij ta fut në fund të dheut." E Hazreti Ibrahim i thot: "Ai është Zot pa shok në jetë që ka radhitur çdo gjë në vend dhe ka krijuar këtë botë. Nuk kam fuqi të shkujdesem nga mundimet që vijnë nga ai. Kush është mësuar me mundime mirime, ai vojtjet i ka për herëzime. Shpirti i tij në prehje kur do mos jetë, sa do punë të mirë për të që të jetë. Në zjarr të dashurisë, kushdo që të bjerë ndihmës nuk do të doj, veten ka pëlqyer." Pasi Hazreti Ibrahim nda nga Sallanxhaku, afroi që të binte në zjarr të digjesh, por arriti Xhebraili dhe i tha: "A dëshiron ti?" E ky u përgjigj: "Prej teje nuk dëshirojnë ti, ndihmën ma jep ai që e di punën time. Këdoj që të zërë në brengat e mundime tjetër s'ka të shtëpakuaj e i që të heq vetë. Bari plagësime është se jam i gjori, shërim do të gjej vetë s'ka që më bën doktori." Vërtet se një i besueshëm, përveç të dashurit të tij, nuk kanë ndim nga të tjerët. Disa kanë thënë se Hazreti Ibrahim Halili, në përgjigjen që i bëri Hazreti Xhebrail, i ka thënë: "Unë jam një mik i dashur, nuk shoh ndonjë armik që që mundimet të më bëhen prej tij e jo nga mundimet që vijnë nga miku të beqarje." Atëherë atij zjarrit të tmerrshëm i erdhi një zë i qellt e i thot: "Ti o zjarr që djeg, shpëto e mos diq Hazretin Ibrahim. Kopësht prej trëndafili u bë brenda në zjarr të burimet rodhen e mbi u bar. Nuk mbetet pa ndrit as fare shtëpia, se dielli me dritë vjen nga Perëndia." Dhe një nga dhimbjet që ka hequr Hazreti Ibrahim është për djalin e tij të mirin Ismail, kur do ta bënte therror sipas urdhrit të Zotit. Djali i Hazretit Ibrahim, Ismaili, kur u kthye nga gjaku me fytyrë të pluhurosur, erdhi pranë tet Hazretit Ibrahim, duke parë djalin me atë fytyrë që e kishte pluhurosur. "O Zot, ç'është ajo fytyrë kaq e pluhurosur? U bë zemra ime shumë e qederosur." Pa dyshim, ajo fytyrë e pluhurosur që pa Hazreti Ibrahim ishte shenja që të largonte nga djali dashurinë. Zoti i Madh për të provuar Hazretin Ibrahim i thot në gjumë që ta bëj kurban të birin. I dashuri nuk do të dashur tjetër përveç atij që ka dashur për herë nga herë. S'ka nevojë drasa të jetë me ngjyrë, po ti ngjyros veten
u shik në pasqyrë. Zemra e Hazretit Ibrahim ishte shtrirë në dashurinë e djalit. I madhi Zot në gjumë i thot: "O miku im dhe i pëlqyeri njerëzis, unë di që më të dashur nga mua tjetër nuk e, por dhe nga djali yt Ismaili shpresën ta humbasësh. Mbaj e mos shiko tjetër mik në jetë, ç'duhet djali për ty ke Zotin e vërtet." Hazreti Ibrahim sapo u zgjua prej gjumit i thot gruas së tij Haxheres: "O shoku im i dashur, Ismailin e laj dhe e vish me petkatëreja se bashkë me të do të vete tek një miku im për vizitë." Haxhereja sipas urdhrit, djalin e lau dhe e veshi me petkatëreja. Hazreti Ibrahim i thot Haxheres që t'i sjell një litar e një thik dhe ajo i thot: "Por kur ti vetet e miku, përse merr me vete litar dhe thik?" Ai u përgjigj: "Se kam një mendje të therr një kurban pa e marrë litarin për të lidhur dhe thikën që ta pres." Kësaj, mbasi që të dy u përcollën, Haxhereja u kthye në shtëpi dhe mendohi për largimin e djalit dhe për litarin e thikën që mori Hazreti Ibrahim me vete. Djalli i lig dhe i mallkuar prej Nakarit, me qëllim që të ftohej ta largojë dashurinë e Ibrahimit nga Perëndia, u bë në fytyrë të një plaku dhe si njeri i drejtë erdhi pranë Haxheres dhe i thotë: "A e di ti se ku vajti Hazreti Ibrahim me Ismailin?" Haxhereja ju përgjigj: "Shkuan te miku për gosti ku ishin të ftuar." Djalli i thotë: "Po ti nuk e di se Ibrahimi sot e shpuri djalin që ta bëj kurban e do derdh gjak, nuk e kuptove që ai mori litarin dhe thikën?" Haxhereja, nga kjo fjalë u i dërua tepër e i thot: "Ti o gënjeshtar plak më dukesh, je djalli vet. Ibrahimi nuk therr të tjerë njerëz, e jo më të therr djalin e tij." Djalli i thot: "Për të therrur djalin Ibrahimit, Zoti ja tregoi në gjumë." Haxhereja prap i thot: "Ibrahimi nuk është gënjeshtar, po edhe sikur i madhi Zot ja ke treguar në gjumë për të therrur djalin, ajo ajti gjaku që do të dal nga Ismaili do të mbi lule në kopshtin e parajsës. Nëse kënaqet Zoti vërtet për të Ismaili kurban le të jetë. Ismaili kurban le të jetë." Si e pa djalli që Haxhereja nuk e frishi zemrën, iku prej saj, i ra përpara Hazretit Ibrahim dhe i thot: "Ti që je më i ditur i kësaj kohe dhe më i pëlqyer i njerëzis, si e petudhës të helmohesh kaq shumë e të mbytësh në gjaka të filis të ri djalin e dashur e të bukur që me zit ta pan syt, vetëm pse të rrëfye në gjumë? Në kopshtjen e bukur ku ka trëndafil kopshtari skëput vegën më të mirë. Mejtohu një herë për djalin e gjorë mos e dërgo, e dëgjo mikun se e ka në dorë. Për hatrin e Zotit mos e bëj këtë punë që të therrësh djalin pse t'u dha në gjumë." Hazreti Ibrahim mbasi e kuptoi se ai ishte vetë djalli i tha: "Vërtet se filizi përmes dritës sime është djali im Ismaili, po unë nuk largohem nga urdhri që më ka dhënë Zoti dhe ty vetë sikur të thotë që t'ja pres me tik gjithë gjymtyrët që ka, prap do të sillja në vend urdhrin e tij. Zemrën e kam lidhur tek Zoti vërtet, urdhrin i tij do të bëhet, nuk dua tjetër." Djalli i mallkuar, si e pa që nuk e bindi Hazretin Ibrahim duke menduar se Ismaili është i vogël e mund të kandiset me lajkat që t'i bëj, i vete pranë Ismailit dhe i thot: "Ti o djali bukur filiz i ri, ku je nisur të shkosh kështu?" Djali u përgjigj: "Do vem në një mik me gosti." Djalli i thot: "Jo, ytat ka qëllim që të bëj kurban." Ismaili i thot: "O plak gënjeshtar, unë jam i bindur në urdhrin e Timeti. I dashuri po desh shpirtin të ta marr, bëhem kurban prej ti, s'kam ndonjë të qarë." Hazreti Ibrahim i thot djalit: "Ky është djalli i mallkuar, po u ruaj prej lajkave të tij." Dhe Ismaili atë çast atij të mallkuar i shtie me një gur dhe e të bën nga syt. Hazreti Ibrahim bashkë me djalin arrin deri tek një vend që quhet Mina. Atje qëndruan dhe i thot Ismailit: "O djali im i dashur, unë kam urdhër nga i madhi Zot për të bërë ty kurban, po ti ç'thua?" Hazreti Ismaili u përgjigj: "Nëse ti o babai im i dashur, e shumë i lartë ti urdhëruar nga i madhi Zot që të më bësh terror, mos të vi keq për mua as pak, se nuk është gjë ky shpirti im, kurse bëjmë mik Zotin e vërtet. Për një të dashur unë bëhem kurban dhe kur të pihet të flar gjumë nuk kam." Hazreti Ismail, duke treguar bindësi të plot ndaj Perëndis, i thot Hazretit Ibrahim: "Mbaroje qëllimin se unë kam kënaqësi dhe bindje pa ndonjë të dyshim në shpirtin tim." Hazreti Ibrahim i thot: "Më thuaj o i dashur i djalë, në ke ndonjë porosi që ta mbaroj?" Ismaili i thot: "O ati im, kam 3 porosi të them. E para, më lidh mirë këmbë duar se kur të therrem nga dhimbja e shpirtit, mos përpiqem shumë. Ty do të vi keq dhe do të mbetesh pa mbaruar qëllimin.
Pse të derdhit gjaku, as pak si dërojmë, kam frikë se lyesh me gjak, pa mendohem. E dyta në kohën kur do të bësh terror, mos e vono thikën se do të vi keq, kur dhe shikosh fytyrën time të verë dhe dyshoj se mos mbetem jashtë dashurisë së Zotit. Dhe e treta, kur të kthehesh në shtëpi, më mësimet ja përshkurajo që të bëj durim, bëj urdhrin e Perëndis që kështu të fitojmë dashurinë e tij. Si mbaroi të trija këtë porosi, Hazreti Ibrahim ja lidhi këmbë duar mirë dhe kur i hoqin në gryk thikën, angjëjt e dheut e qiellit kanë thirrur duke qarë, bën çudi nga kjo punë që bënte Hazreti Ibrahim dhe i thoshin: "Shikoni që bën Hazreti Ibrahim për një dashuri, ka marrë një djalë të vetëm dhe që ka në zemër dhe po i the pa u helmuar as pak." Kështu Hazreti Ibrahim ka hequr me atë thikë 70 herë në grykën e djalit, po thika nuk e preu, as edhe një qime nuk i bëri dëm. Nga që koka nuk u preu, me dëshpërim ai nguli thikën te guri. Thika gurin e ndau në mes dhe tha: "Më thoti madhi Zot që të mos e pres kokën e Ismailit." Thuhet se në atë kohë që po therte Hazreti Ibrahim djalin, të gjithë angjëjt ju bindën duke thënë: "Sa zemër të fortë pas ka Hazreti Ibrahim që po thet djalin e tij." Dhe sa i bindur që nga Hazreti Ismail që është 3 të therrit për dashurinë e Zotit. Atë qas nga i madhi Zot, erdhi një zë i qiellt e ju thot: "Unë pranova kurban duke mos prerë kokën e Ismailit dhe po dërgoj Ismailit dhuratën, po ja dërgoj atij." Mbi këtë sipër Hazreti Ibrahim mbeti duke menduar. Atë moment zbret Xhebraili me një dash në dorë duke thënë: "Si harit të qoftë o Hazreti Ibrahim, se kurbani yt tek i madhi Zot u pranua, e ja ku ja solla një dash që ta bëni kurban në vend të Ismailit." Dhe Hazreti Ibrahim atë ças dashin e bëri kurban dhe i thot: "Më fal o i dashur djalë për mundimin që të bëra, se unë solla në vend urdhrin e Zotit dhe bëj lutje tek ai që të falë jetën e të shpëtojë ty." Ismaili ju fal Zotit duke thënë: "O Zoti i madh dhe mëshirëplot, fal dhe bëj mëshirë për ymetin e Hazretit Muhammed, si më fale e bëre mëshirë për mua." Atë kohë i erdhi një zë nga i madhi Zot se lutjet që bëri ju pranuan. Kush lutet tek Zoti për shpirtin e tij, Zoti do t'i dhurojë atij mirësi. Si gjën të mirë ata i për nga herë dhe pastaj bën lutje dhe për të tjerë. Thuhet nga Aliu i biri Musa Rizaj se mbasi Ibrahimi solli në vend urdhrin e Perëndisë që të bëj kurban djalin, fitoi për dëllim të madh. I madhi Zot i tha Hazretit Ibrahim: "Cilën do më tepër nga gjithë krijesa ime?" E ai u përgjigj: "Dua Hazretin Muhammed, pse ai është më i dashurit dhe më i pëlqyer i gjithësisë." "Po bit, do më shumë ata të Hazretit Muhammed apo tëndin?" Ju përgjigj: "I dua shumë bitë e Hazretit Muhammed." Zoti prapi tha: "Ata do të bëhen dëshmor në fushën e Qerbelas." Kur dëgjoi Hazreti Ibrahim këtë lajm nga i madhi Zot, u hidhërua tepër. Zoti sërish i tha: "Hidhërimin që ndjeve për fëmijën e Hazretit Muhammed, përdollimin që fitove, është më i madh nga përdolimi që deshe të bësh kurban djalin tënd, i cili qanë e derdhlot për dëshmorët e Qerbelas. Ky fiton përdollime shumë të mëdha." Në kohën që Nemruti e hodhi Hazretin Ibrahim në zjarr dhe kur i tha Xhebrailit të ndihmoj, ky ndihmë nuk ja pranoi. Kështu edhe dëshmorët e Qerbelas prej askujt ndonjë ndihmë nuk do të kenë përveç se nga i madhi Zot. Po Hazreti Ibrahim nuk e prishi zemrën për djalin e tij Ismailin, ashtu nuk e prishën zemrën të gjithë ata dëshmorë që ranë në Qerbela. Sikundër Hazreti Ismail dëshiroi terrorizmin për të fituar dashurinë e Zotit, ashtu edhe dëshmorët e Qerbelas u bën terror për dashurinë e tij. Thuhet se kush derdhlot për dëshmorët e Qerbelas, të gjitha mëkatet i falen. Kush rënkon e derdhlot për të nxehtit e Qerbelas, ditën e dënimit pa u mbetet prej belas. Kush kujton dëshmorët dhe si zjarr digjet një herë, ai s'ka hidhërime, as nuk të shoh skëter. Shehi Syhejli i biri i Abdullahut ka thënë: "Unë, kur vjen dita e Ashures, derdhlot nga sytë dhe helmojmë tepër për dëshmorët e Qerbelas, se nuk ndodha në atë kohë që të kisha rënë dëshmor. Duke qenë i hidhëruar dhe me lot në sy rash të fle në gjumë e pa shëndër Hazretin Muhammed, që urdhëroi më thot: O Syhejli, për madhërinë e Zotit, sa pikalot të ranë ty nga sytë për djemtë e mi që ranë dëshmor në Qerbela, aq për dëllime fitove,
sa qiet mund t'i mbajnë. Nga njerëz të pëlqyer thuhet se në ditën e pastaj me Imam Hyseni mbuluar në gjakra do të lutet tek Perëndia që të ndihmoj t'i shpëtoj të gjithë ata që kanë qarë e kanë derdhur lot për të. Ti i qetë ri që kujtove dëshmorët e Qerbelas, në kohën e fundit ti do të shpëtosh prej belas. Të mos ishte zia që mbahet për Imam Hysenin, kopsht e burime askund nuk do t'i gjenim. Mundimet që ka hequr Hazreti Jakub. Edhe një që ka hequr mundimet këqija është profeti Jakub dhe i biri i tij Hazreti Yusuf. I miri në përkthimin nga Kurani i Shenjtë ka shkruar: një ditë kryetari besës muslimane dhe i dërguari i Perëndisë Hazreti Muhammed ka ndënjur në qoshkun e mbretërisë. Në një anë ka marrë Imam Hasan Miqteban dhe në anën tjetër Imam Hysenin, dëshmor të Qerbelas. Herë shikon njërin dhe herë shikon tjetrin, e kështu dashuria e tyre forcohej dhe shpirti ju gëzohej. Në atë e sipër nga i madhi Zot vjen Hazreti Xhebrail dhe i thot: o i dashur i Zotit, Hazreti Muhammed, a e di ti dhe a i do këta djem? Ju përgjigj: po, dhe i dua. E po cilin do më tepër? Po si njërin dhe tjetrin, këta janë xhevahirët e yt të qiellit. Xhebraili i thot: njëri prej këtyre të dashurve të tu do t'jap shpirtin me shumë mundime duke bir helmin dhe tjetri do të therret me thik. Hazreti Muhammed i thot: po cilët do t'jenë ata që do të bëjnë këtë tradhti kaq të tmerrshme? Xhebraili i tha: ata janë nga ymeti yt të pabes. Hazreti Muhammed e pyeti: në ç'më mënyrë do të vriten e për çka do të heqin këtë mundim? Ju përgjigj: ata nga të ligat e mëkatit janë të pastër. Kur Hazreti Muhammed dëgjoi këto fjalë, u helmua tepër dhe Xhebraili për të larguar hidhërimin nga i madhi Zoti i solli një syre që përmendet në Kuranin e lartë. Gjithë mundimet janë për Imam Hasan dhe e keqja për Imam Hysen Qerbelan. Profeti e di mirë që helmohesh tepër, po unë nuk e di se si të them tjetër. Po për të gëzuar shpirtin e helmuar, Zoti këtë syre ty të ka dërguar, që tregon për Jakub e Yusufin e ndjerë se ata tek Zoti janë shumë të pëlqyer. Shkaku që Hazreti Jakub hoqi mundime dhe hidhërime është ky: Perëndia Hazretit Jakub i kishte dhënë 12 djem. Në të parët më i bukur prej të tjerëve ka qenë Hazreti Yusuf. Bukuria tepër të shtje botën na ka se o na karmadhi për herë e ka behar. Nga bukuria e madhe që kishte Yusufi, i ati donte më tepër dhe i kishte shtënë dashurinë kaq sa ishte edhe i shqetësuar. Për djemtë të tjerë edhe nuk pyeste ndaj ata për shkak se e donte shumë Yusufin, kishin zili kaq tepër sa vendosën ta zhdukin atë nga faqja e dheut. Kur fryn era e madhe e shtëpit rëzohen, po dhe na karmadhi veglat i copton. Të vëllezërit mbasi vendosën për humbjen e Yusufit, prisnin rastin dhe ja ju erdhi në dorë. Yusufi pa në ëndër në gjumë sikur hëna dielli dhe yjet janë falur. Yusufi me të zgjuar ëndrën e tregon dhe pyet se si do të dalë. Hazreti Jakub sipas shenjave të ëndrës tha se Yusufi do të bëhet një mbret i lartë në Egjipt. Nga ky lajm vëllezërit në Katar e shtuan edhe më shumë atë dhe një orë më parë deshën që atë ta humbisnin. Të gjithë janë të vërtet Jakubit i thonë: o mbreti i gjithësisë dhe i shkëlqyeri atyen, jepi leje Yusufit të bëjmë së bashku në fushë përshëtitje e zbavire në përlule e të shikojmë natyrën, të marrim merë të pastër e të këndshme që të kënaqim zemrat. Jakubi ju thot: Yusufi është i përkëdhelur dhe i padal, është mësuar në përhije të freskëta, është tepër delikate, nuk mund t'ju bëj ballë mundimeve, është i pafuqishëm e nuk di si të mbrojt nga shtazët e egra. Djemtë i thonë: Yusufin e kemi në kujdes ne dhe e ruajmë nga çdo fatkeqësi. Më në fund, Hazreti Jakub u dha fjalën që Yusufi të shoqërohet me ta, e veshi me petkatëreja dhe si e zbukuroi u atëzoi të vëllezërve duke porositur që të vënë deri në vendin që quhet Shexheretul Veda, që ndodhet në rrugën e gjerë të Qenamit dhe atje të presin derisa të vinte edhe vet. Djemtë bashkë me Yusufin morën udhën e shkuan për në vendin që u thaj atij. Pas tyre vajti dhe Jakubi, i cili përqafoi Yusufin. Shija dhe dashuria më forcohet shumë herë, me të parë bukurinë zemra cop më është të bërë. I thot Yusufit që edhe unë sikur të jenë një ditë shumë i fuqishëm, prej teje nuk kisha për të ndarë. Jakubi duke dhënë 8 këshilla i thot: nëse nuk dije se ç'njet në këtë botë dhe postani çpem do t'i japi, thot: ky është det i madh, bën valë për orë, se pastaj asnjëri s'ka gjë më në dorë. Jakubi i thot: i dashuri djalë, kam këto porosi, të mos harosh të madhin Zot, kur të
ngjas në një fatkeqësi, ndihmë kërkon nga Perëndia dhe shumë herë këndon për të. Mos më haro mua, që edhe unë mos të të haroj ty. Hazreti Yusuf ka patur një motër që e quani Nia. Në atë kohë që u largua Yusufi prej shtëpisë, ajo ndodh në gjumë dhe pa në ëndër sikur Yusufi kishte rënë në mes të disa egërsirave. Prej ëndrës të tmerrshme me të zgjuar, ajo pyeti ku është Yusufi. I thanë se ka vajtur në shëtitje në fushë. Ajo duke qarë doli jashtë qytetit arriti në vendin ku ishin djemtë dhe pas se Yusufi ishte duke u përcjell në Jakupin. I ra në këmbë Yusufit dhe i lutej që të mos shkojë, se kishte parë ëndër të ligë. Por në qoftë se edhe të vejë në fushë, ta mirte me vete edhe atë, se nuk duronte dot të ndahesh prej tij. Sonte është natë e ndarjes, mëngjes kemi gëzim, themeli shtëpinës vajton e heq i drim. Yusufi mori udhën bashkë me të vëllezërit duke u përcjell nga jati dhe motra. Jakupi i tha: "Por u biu djali të madh. Yusufin po ta dorëzoj ty, dhe po prej teje dua. Haroj të thosh që e lash në dorën e Zotit dhe nga ajo fjalë Yusufi ra në shumë ndine. Nuk arrin qiellin ti nga një herë përveç Perëndis lutesh në të tjerë. Nuk arrin vendi puna mbarohet, pse harove Zotin shpirti të mundohet." Jakupi i dha Rubiun dhe një poç me shërbet duke thënë se në rast se Yusufit në nxehta i vjen etje e madhe për ujë, i jep të pi prej këtij shurupi që të freskohet dhe mos vononi shumë. Unë nuk mund ta duroj pa të, dhe derisa të juve të ktheheni, po ju pres tek ky vend. Djemtë morën udhën, Hazreti Jakub qëndroi si habitur dhe shikonte për çdo sekondë udhën, zemra i ligjej e lotët nuk i mbaheshin. Mu largove o i dashur dhe shije zemrësime, zhdukja e tij shpirtin ma bëri të sopethërime. Sa ish duke shikuar Yusufin, të vëllezërit e merrnin me të mirë atë, e nderonin dhe për të mos u mërzitur i tregonin çdo përkujdesje. Gjithë ato lajka që i bënin Yusufit të mirë, sa u larguan e u zhdukën nga sytë e tet, Jakupit syt i lëshonin shkëndija së shikuarit djemtë e më në fund u largua sa më nuk dukeshin. Ata të pabes vëllezër, ato nderime të mira që i bënin Yusufit i ndryshuan në të kundërt. Nisën nga keqbërjet dhe me një dëshpërim i rëmbejnë Yusufit nga koka që lafin dhe ja hedhin poshtë duke thënë: "Kështu ti o gënjeshtar që thoshe pash ëndër sikur t'u fal hëna dhe qielli, le të vinë ata të t'japin ndihmë. Prit, se po vinë." I pëlqyer Yusufi era shumë larg, mbeti pas një kujdestar, nga të gjithë vëllezërit dëgjonte të kundërtën dhe ngado që kthesh gjente mundime dhe përpjekje. Ata me dëshpërim janë nxjerrin dhe këpucët prej këmbë, petkat ja coptuan, e shtynin qytet se zbatët përmes gjëmbave dhe ferave. Këmbën dhe dorën tepër ja plagosën në gjakra e hytës shumë e qederosën, fytyrë bukur në pluhur si në ster dhe leshrat ju ndan që i mbanin erë. Kujdo që i qante të gjitha brengimet, ai nga të gjithë i hiqte mundimet. Kujt i puthte dorën dhe kujt pëqin, ju lutej i mjeri me sa kish fuqin. Në këmbë ju binte, ju lutej i mjeri, po prej tyre mëshirë nuk bënte asnjëri. Kësisoj, derisa u ngrit dielli mjaft lart, ata po e mundonin. Por edhe Hazreti Jakub ju dogj mëlçia nga nxehta e u bë sjar. E merrte etja për ujë, nxehtësia ju shtuaj tepërsa u bë padurueshme. Pse u nxeh shumë, e koka i dridhet nga të nxehtit e tepërtëra si fletët e gjetit. Hazreti Yusuf nga nxehtësia e madhe që e kishte pllakosur i lutet vllait Rubiu duke i thënë: "Unë kam mbetur në mbrojtjen tënde, bëj mëshirë për mua që të kam mbetur në fatkeqësi dhe më prano këtë lutje që po bëj." Ai fjalët e Yusufit nuk i dëgjon as pak. Pastaj i kthehet të vllait tjetër Shemumimi, duke ju lutur i thotë: "O vëlla, të nxehtit që kam tepër po më nxjerr shpirtin, më jep pak ujë për të freskuar ose prej atij shërbeti që është në poçe të cilën na i ka dhënë babai." Po Shemuiu këtë fjalë e refuzoi duke përplasur poçën në tokë ku derdha i shërbet. Për Shemuin, më mirë ishte që të derdhte shërbetin se sa t'ja jepte ta pinte Yusufit, dhe kjo ka ngjarë si në fushën e Qerbelans kur ato faqezinj ndalonin fëmijët e Hazretit Muhamedit që të pinin ujë nga lumi e Ufrat, ndërsa të tjerët i linin të lirë që të pinin. Duke qenë udha e mirë dhe e drejtë në shesh, ata ndiqnin kudoherë udhën e ligë dhe të errët. Në ditën e luftës brenda në Qerbela, pse s'da uji, Fyrati tepër u gabua. Nuk ndihmoi as pak për ata fëmijë që profeti ndjerë ata i kishte tij. Me timzot shumë ata i munduan dhe me të përdhun i therrën e i vranë. Shemuini i thot Yusufit: "Ujët që pret prej neve është pika e mprek." Kur dëgjoi Yusufi këtë fjalë që ju premtua vdekja, hoqi dorën nga ujët dhe nga shurupi.
nga që ju pre shpresa qani sufi mjerë derdhet, lot e u bë të pi zeher. Zemra ju bë zeher e sytë plot me lot, kaq shumë qante sa lotët si mbante dot. Si qurë gjibinin i sufi të gjorë, që të bënte i meri, e s'kish gjë në dorë. Ngjarjen time ece ja thua Jakupit, me sa brenga ndodhe ky trupi i sufit. Lajmëroi i thua jo plak, ati gjëti, djali po vuan tepër që mbaje në gji. Në mundime shumë kanë rënë, e s'kam dihëm, as mik e as njeri s'kam për shpirtin, për shpëtim. Si kur ta shihte me sy Jakupit djalin e tij Sufin ato mundime, vallë si bëri punë e tij, por dhe profeti madhrueshëm Muhamet Mustafa si kur ta shihte me sy ngjarjen e Imam Hysenit në Kerbela vallë, çdo të bëhej, brenga dhe hidhrimet janë vetëm për Ali Aban, shkotin e Kerbela i madhi Muhamet. Shih Imam Hysenin që po flet në vet, atë qark të huaj kujtoje një herë, që ata fëmijë kanë patur vlerë. Mbasi Sufi prej të gjithëve e preu shpresën, u kthye drejt Zotit duke ju lutur. O Zot, si shpëtove Hazretin Ibrahim nga zjarri i Namrutit dhe Hazretin Nuh nga tufani, ashtu dhe mua më shpëton nga kjo e keqe. Kur i Sufi po bënte këto lutje, dëgjoi një nga vëllezërit e quajtur Jehuda. Ati erdhi keq duke thënë: "O vëllai Suf, mos ke frikë se sa të janë gjallë, unë ty nuk ka për të gjetur ndonjë gjë e keqe se unë të kam në kujdesje vet." Vëllezërit e tjerë duke parë që i Sufin e mori në mbrojtje Jehudai, po qëndor nga vrasja dhe vendosën një mënyrë tjetër. 3 milje larg qytetit që ndodhej një puls i thellë. Në atë vendosën që ta hedhin. I Sufin kur e pan ata që u përgatitën për ta hedhur brenda në puls, nga ky nga frika ju ra në këmbë e ju puste dorën duke ju lutur që të mos e hidhnin. Por lutja e tij ish më kot, se asnjë prej tyre nuk ja pranoi lutjen dhe lotët nuk bën ndonjë përshtypje, ndonjë dëmshuri vëllazërore në shpirtrat e tyre. Mëkat, nda të kohë, s'pat njeri, atë mundim t'ja hiqte nga zemra e tij. S'kish asnjë me shpirt të mirë për shpëtim, fati i tij i shtroi një shtresë e hidhrim. Si e pa i Sufi që nuk ish për të shpëtuar nga thonjtë e tyre, ju bëri një lutje që ta lejojnë të falë 2 kushte namaz. Kur ata i thanë se ku diti të falesh, ai u përgjigj: "Kam mësuar nga babai." Si mori lej, filloi të falet i lutet Perëndis duke thënë: "O Zoti pa shok në jetë, shpëtimi im është në mbrojtjen tënde." Dhe kur u largua nga falja, ata të pabes vëllezër deshnin që t'ia zhveshin këmishën nga trupi e ta linin lakuriq, por i Sufi ju thot: "Mos ma zhvishni këmishën se s'ka me se të mbuloj trupin." Ata ja refuzuan fjalën, duke i thënë se këmisha na duhet ne, do të luajmë me gjak për t'ia treguar babait, e prandaj këmishën janë nxorë nga trupi dhe e lëshuan në puls lakuriq. Lakuriq e bëni Sufin e mirë në pulsin e errët e hodhën për nga herë. Këmbë duarja lidhen mirë me forton, mundime të mëdha bën për djalin e gjorë. S'kish fuqi të lutej për një çik diell, po e hodhe brenda në pulsin e thellë, nga që u vra shumë e rënkoi një herë.